drejtësisë, kemi Besnik Muçin nga eksperienca dhe sigurisht emri i tij tregon gjithçka. Mirëmëngjes zoti Muçi, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Bushkolle, nuk më duket shumë dakord me gjetjet dhe studimin e Institutit të Studimeve Politike. Ja, gjetjet janë po shumë sterile. Nëse flasim për tradit, nuk ka pse të themi fjalën tradit, po ti mund t'i vësh emër, mund t'i vësh emrin dosja Jurgis Qyrbja. Do të në Kosovë liria ka emër, këtu vjedhja ka emër. Se si grupe kriminale në Durrës që po marrin edhe leje ndërtimi, diktuan një kandidat në listë. Edhe nuk besoj që janë fenomen i izoluar në Durrës, pasi Durrësi ka disa grupe kriminale ku secila prej tyre me disa deputet ka të pilotuarit e saj në atë listën e kandidatëve për deputet. Dhe unë jam i sigurt që ndoshta edhe pak po ti gërvisht kandidatët, mund dalë që pas tyre mund shihet edhe një grup kriminal. Për te kësaj në Durrës kemi edhe dosjen 339 faksioni. Është një dosje e cila u kuptua qartë se si ish njeriu më i rëndësishëm politik në qarkun e Durrësit, Bangjur Zhdago Pesha, i cili nuk krahasohej me asnjë prej deputetëve që Durrësi ka prodhuar për gjatë këtyre 34 vite, po themi. Po flasim për peshën elektorale, një njeri që ka mbajtur Bashkinë e Durrësit nga 2005 deri sot. Deri sot, nëse do jemi de facto, po zyrtarisht po themi deri në 2019. Për te kësaj, Durrësi ka disa zona, për shumë zona Fushkrujës, është një zonë mjaft problematike që pak ceket. Ne gjithë e kemi parë se çfarë ndodh në Fushkruj, se cila është pesha e grupeve kriminale në Fushkruj, se si përfaqësuesit e fiseve apo ashtu kanë çuar edhe deputet tani mund të shojnë fëmijët e tyre. Ka zona të tjera, zona Spitallu, zona Durrësit Ri, zona Manzës, zona e Sukklit, zona e plazhit, kam parasysh sektorin, zonën e Arabëve, janë zona ku në të gjitha këto zona do të jetërsohet vota dhe do të jetërsohet. Unë kam bindje të plotë, domethënë, pasi grupet kriminale nuk veprojnë qytetin e Durrësit. Qyteti i Durrësit është një qytet që për hir të vërtetës prej 2001-shit fitohet nga Partia Socialiste, pra është bastion, mund konsiderohet bastioni, po se sekretari i fundit i Partisë Demokratike që ka drejtuar bashkinë është Elqira Goreja, domethënë ka fituar në 97-ën apo 98-ën dhe nuk e ka fituar më Partia Demokratike atë bashki, kur nuk e mori as në 2007-ën që kishte mundësi në ardh, pas në 2005-ën kishte fituar 8 deputet. Do thotë që është një qytet që Partia Socialiste e ka bastion. Dhe unë besoj që puna për jetërsimin e votës do fokusohet pikërisht në këto zonat e tjera periferike. Sa kemi qarkun Dibër, atje është konsumuar dosja 184, zgjedhjet e pjesëshme të 2016-ës, kur Muharrem Lala fitoi përballë Sherefetin Sheut, mos gabohen. Atje ka qenë manuali dhe atje nisi, pa ato personazhet, ato personazhet e atij manuali ne kudo i kemi. Diko e kemi drejtues politik në Lezhë për shembull, tjetri është hartuesi i reformës, bashkëhartuesi i reformës zgjedhore dhe janë që gjithë shumë aktiv. Janë ato personazhet e policisë, janë ende aktiv dhe janë pjesë e strukturës së policisë shtetit. Elbasanin e shoh si zonë me risk lart, pavarësisht se ajo dosja për Taulan Ballën nuk lejohet që të publikohet, pra aty pjesa fraksioni ku flitet për krim zgjedhor është e qartë, është një qytet i varfër, është një qytet që dekadën e fundit u ekspozua brutalisht përballë krimit. Ne duhet kemi parasysh masakra që nisën me çapjat për të ardhur te masakra e zgjedhjeve të 2021-shit ku ka zhvillime të reja dhe ditën e fundit në raport me personazhet të përfshirë në ngjarje. Spak na tregoi fuqinë financiare të jashtëzakonshme të grupeve kriminale që operon në Elbasan, konkretisht të Çopjave dhe konkretisht Suel Qelës. Një fuqi financiare që nuk ka forcë politike. Financuar dhe me lekë publike. E financuar dhe me para publike, por grupe kriminale që nuk besoj ka forcë politike në Ballkan që mund t'i sfidojë të paktën në qark. Është tjetër, nëse flasim jashtë Elbasanit, ndoshta nuk e kanë kapacitetin që të përballen me grupe tjera apo me struktura tjera, por tregon qartë që në një qytet varfër ndikimi i tyre politik është jashtëzakonshëm, është edhe i padiskutueshëm. Nëse do shkoja prapë në veri të vendit, Lezhën e shoh si një qark mjaft problematik, po absolutisht me risk, sidomos zonën e Kurbinit, zona Mirditës pak edhe pse Pirin Dreu shpëtoi jetimin me një lehtësi të papërballueshme.